Policia rrugore e Tiranës ka zhvilluar kontrolle të shumta gjatë 48 orëve të fundit në kryeqytet, me fokus të veçantë tek drejtuesit automjeteve që nuk respektojnë radhën në trafik dhe kryejnë parakalime të rrezikshme. Si rezultat i kontrolleve, policia rrugore ka ndërmarrë masa si më poshtë, ka ngritur me karrotrec 17 mjete për mungesë dokumentacioni, modifikime të paligjshme ose parkime të parregullta që pengonin qarkullimin. Ka konstatuar 37 drejtues mjetesh në ndikimin e alkoolit, të cilët përbënin rrezik të drejtë për sigurinë publike dhe u ndëshkuan sipas procedurës ligjore. Ka vendosur 2758 masa administrative për parkime të gabuara, një fenomen i përhapur që vijon të krijojë vështirësi në qarkullimin e përditshëm. Ka proceduar penalisht 11 shtetas për vepra të ndryshme penale në fushën e qarkullimit rrugor. Policia rrugore u bën apel drejtuesve të automjeteve të tregojnë përgjegjësi maksimale, të respektojnë rregullat e qarkullimit dhe sinjalistikën rrugore dhe të shmangin çdo sjellje që cënon sigurinë e tyre dhe të përdoruesve të tjerë të rrugës, teksa garanton se kontrollet do të vijojnë me intensitet të lartë në të gjitha akset e kryeqytetit.